Një prej filmave kosovar të shumë shpërblyer në për festivale botërore, që ka pasur një rrugtim vërtet të jashtëzakonshëm në përmbar botën, tashmë do t'jetë në dispozicionin e publikut kosovar, pasi nga 8 maji, filmi Heshtja e Sirenave, nga regjisori Gazmen Nela, do të shfaqet edhe në Prishtinë, në Prizren, në Cineplex Kosova, më saktësisht. Çdo detaj sa i përket shfaqjes së filmit në vend, por edhe tutje në për qytetet të tjera dhe shtetet të tjera, do të mund ta zbulojmë së bashku në bisedën e rezervuar për këtë edicion të emisionin në për film. Tëftuar e kam Valon Bajgorën, producent në Ikon Studio, po ju uroj mirë se ardhje. Përshëndetje Valon, faleminderit shumë që erdhe sërish në për film. Mirësi gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam tash këtu për me folë për Heshtja e Sirenave, sepse ka kohë që nuk kemi diskutuar bashkë për filmin. Erdhë koha tash të filmi mu shfaq për publikun, po ne përmene pas një rrugtimit në për festivale. Filmi do jetë në kineman Cineplex Kosova prej 8 maj, edhe do jetë në Prizren, pastaj do shfaqem edhe në Gjakov, edhe filmi do ketë edhe distribuimin në Shqipni, Maqedoni dhe gjithashtu në Austri për momentin, edhe në Zvicër, po në Zvicër masi që na kthehen piverës mërgjimtarët, kthehen prapë në Zvicër. Da diku ndoshta nga Vjeshta. Po nga Vjeshta do jetë në Zvicër. është një film cili trajton një temë cili është aktuale, është korupcioni, që është ndikon korupcioni në një familje, në një rrethon. Kena një kast shkëlqyshëm, roli kryesor është Sunaj Raqa, ju ftoj me ardhë me shiku, se ka bo një nështë rolin e jetës tina. Për momentin, nështë do bëj edhe rolet tjera ma të mirë se kjo, po për momentin unë mendoj që është një roli shkëlqyshëm që ka bo. Edhe kjo është qëllimi, në fund, mi pa filmat, mi ftu shikus, me ardhë me shiku kinematografinë në Kosovë, sepse funit për ta bëbon filmat. Tjetër. Ne përmendëm që filmi ka pasur me të vërtet suksese në për festivalet ndërkombëtare, ka marrë kritika shumë të mira, vlerësime shumë të mira, por edhe çmime gjithashtu. Është përblyer edhe me 2 çmime në Prifest, edicionin e fundit, ku edhe Sunaj pra mori çmimin aktori më i mirë, duke vulosur edhe më shumë kështu atë që sapo e the. Po më intereson ta di ju si producent e kishit nuhatur që nga fillimi se ky do të ishte një prej atyre projekteve që do të pritej mirë, do ta kapte publikun e vet. Po më Gazi është filmi i dytë që punojna bashkë me Gazmen Nelën. Kur e ka dërzu skenarin e parë, kur e kemi lexuar, ka qenë një skenar i cili ka qenë hala pak më i ranë. Në kohë tu ardhë, tu zbut, po si final është ai cili duhet i zhdesht mu bë. Ka pas potencial. Pse? Sepse trajton kohën e pas luftës, nuk trajton luftën, trajton problemet e shoqërisë, probleme sociale, edhe që është mbi të gjitha është në Kosovë është një temë cila është shumë aktuale, është korupcioni. Edhe korupcioni në nivelet ndryshme, duke fillu nga një rreshter ose nga një polici thjesht rrugor deri te nivelet më të larta në institucione vendore dhe ndërkombëtare. Edhe ndërkombëtare, domethënë korupcioni nuk është vetëm këtu korupcioni nuk bëhet vetëm për njënës palë, bëhet edhe për 2 palëve. Pala dytë është pala ndërkombëtare. Po ju dham pak hinta të vegjël shikuese për mja u zhuku reshtje në shku me pa filmin. Në fakt, mua një gjë që më ka pëlqyer shumë të filmi është po ashtu edhe kasta që është e përzirë me aktor. Ka aktor, sigurisht e pjesa më e madhe nga Kosova, po ka aktor nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Ka qenë ky një vendim i qëllimshëm, një vendim i marrë kryesisht nga regjisori, apo edhe ju si producent në këtë rast e keni menduar si diçka të përshtatshme? Ka ardhur si arsye një koproduksionit, filmi është një koproduksion me Zvicrës, Shqipërisë, Maqedonisë, edhe duke marrë parasysh që është një koproduksion me vende ku në secilin pikë këtyre shtete kemi një popullat shumë të madhe shqipfolës, si në Maqedoni, në Shqipënisë po folim, se janë gjithë shqipfolës, po edhe në Zvicër, kemi një 650.000 në total popullat shqipfolës në Zvicër. Aktorët, një kast i përzim, ka ardhë, Gazi vetë e ka kërku. Kemi një aktorë të shkëlqyshme nga Maqedonia, Armenis Nukšić, edhe kemi edhe nga Shqipnia. Më thonë ka qenë një kast shumë e mirë, po qa mu më ka pëlqyer është që kam funksionu, ka qenë një harmoni shumë e mirë mes tyne, edhe nuk ka pas ndonjë dallim
as në gjuhë, as në dialekt, kam funksionu shumë mirë edhe nuk është që vret shumë realisht, është shumë e harmonizuar dhe shumë një familje tamam e duhur. Tjetër. Po e përsëris edhe jetë për shikuesi që nga 8 maj i filmi do t'jetë në Cineplex, kështu që sa më shumë që e shikoni, aq për gjatë do të qëndroj besoj në repertor. Dhe dua pak të flasim për temën pak a shumë e shpjegove, po çfarë mund të pres publiku, shikuesi që po na ndjekin këto momente nga filmi që do ta shohin? Heshtja Sirenës është një dramë ku tregohet një familje e cila ka has probleme të përditshme. Realisht është në fazën e jo jetesës, po mbijetesës, me një rrogë shumë të vogël institucionale të babait, i cili është një polic, i devotshëm në institucionin e Kosovës, është me vitet të tëra aty, e cili po nuk ka njerëzit ose nuk ka mohu ti kontaktoj njerëzit për më rrit në pozitë, sepse ka qëndrimin, krenarin e vetë, po në një moment ballafaqohet në vështirësi familjare dhe bjen në grackën e korrupsionit vogël, po gjithmonë me atë krenarin. Në një kontroll rutinore ndaloj një kerr, i cili është me një person ndërkombëtar, i cili del që është një prokuror ndërkombëtar, dhe ka një çantë me një shumë të madhe parash. Dhe aty realisht fillon problemi komplet, sepse duke kry detyrën e vet, duke arrestu, ky suspendohet dhe ballafaqohet me vështirësira shumë të mëdha mbijetesës. Kështu që ju ftoj me ardhmë po, është një dramë me shije thrillerit, me një kast shkëlqyshëm, edhe hajdne, shikoni, edhe ju e një ata që do e vlerësoni filmin. Sigurisht. Dhe kështu edhe i ndihmojmë një projekti vendor që me të vërtet ja vlen. E dim se në Kosovë nuk është lehtë me realizu filma, sidomos filma të metrazhit të gjatë, po që ndua të kthehem edhe tek ajo sfidat që i ka pas filmi, sepse është xhiruar në kohë pandemie, ne madje kemi qenë një ditë në sheshin e xhirimeve dhe mua më ka lënë shumë përshtypje kjo eksperiencë, pasi që punohej me një seriozitet aq të madh, saqë me të vërtetë meriton pastaj projekti suksesin dhe secilën herë që kemi dëgjuar për çmimet që i ka marrë, e kemi përjetuar si një gëzim shumë të madh. Më trego pak, po të kthej prapa tek koha e xhirimeve, po besoj ka shku gjithçka sipas planit, nuk ju është dashur që të ndryshoni diçka gjatë rrugës aty për aty? Fatmirësisht gjatë kohës xhirimit nuk jemi kanë detyruar me bërë çdo 13 ditë teste të Covidit. Fatmirësisht duke marrë parasysh, duke i pas maskat, kemi majt distancën, nuk kemi pas raste ku duhet me ndërprej xhirimin ose me shty, po vetë fakti që ti je në një kohë pandemie duke xhiru me një masë të madhe, sepse filmi nuk bëhet me 2-3 veta, është një ekip prej 50 dhe 80 veta në dite. Ti domosdoshmërisht do kesh kontakte edhe me majt që atë disiplinë është shumë e vështirë. Vetë fakti filmi është i vështirë me organizu edhe me xhiru, në kushte pandemie është shumë e vështirë. Ja kemi dalë disi, unë mendoj që ka qenë një punë e shkëlqyeshme edhe gjithë ekipit organizativ, po edhe në disiplina ka qenë nivel, edhe kanë ditë komplet që një pakujdesje dikujna nga ekipi ose nga stafi mundet me ndërprej xhirimin e filmit, kështu që kemi hasë në mirë kuptim edhe nuk kemi pas raste ku u shty filmi, po vetë fakt të përmend në Kosovë është kogja shumë vështirë me xhiru filmin e gjatë. Kemi hasë në mbështetjen shumë të madhe nga policia e Kosovës, cilën ju falenderoj shumë. Edhe pse ky film nëse shikojmë nga një kënd vështrim, mund të jetë pak kritik ndaj tyre, po absolut unë mendoj që nuk është. Kemi qasë në mbështetje tyne, në kanë mbështet edhe gjithë institucionet në kanë mbështet. Ideja është veç që prapë se prapë si film, është filmi është i kushtueshëm. Edhe çdo ditë më shumë po bëhen kushtet më të vështira, edhe pse po rriten buxhetet, nuk është që si janë rrit buxhetet, nuk është që si janë punu në atë drejtim për me na letu pak punën, po prapë se prapë është kemi një treg shumë të vogël, derisa filmi nuk distribuohet mjaftueshëm, derisa televizioni publik ose televizionet nuk
nuk shfaqin filmat, ose nuk vinë, është vështirë me distribu edhe me mbjetu pi filmit. Kështu që nuk është vetëm qendra kinematografike, po duhet me hapë një distribuim të mirë fillt në për kinema, me ftu shikusin edhe me këthy shikusin në kinema për me shiku filmat të Shqip, se funit janë taksat e tyne dhe për ta përbohen filmat. Prandaj edhe unë jap shumë rëndësi në emision këtyre premierave të filmave në për kinema, sepse kam dëshirë që gjithë qytetarët të informohen kur filmat janë, sepse ka pasur rasti kur na kanë shkruar në rrjetet sociale duke thënë ku mund ta shohim këtë film, kurse ai vetë se e kish kryer rrugtimin në Cineplex, edhe është për të ardhur keq që ndoshta edhe nuk mrin të informohen me kohë. Po që një gjë që Ikon Studio, mund të them, është perfeksionuar tashmë me gjithë përvojën që ju e bëni, është se kujdeseni shumë për secilin projekt që ta ketë një rrugtim sa më të merituar, sa më fair. Po ne faleminderit për kompliment, po nuk është i bëjna shumë filma, ata filma të cilët i realizojmë, mundohemi nejt mi au jep hakun që shtojnë në gjuhën popullore dhe mi nejt deri në fund, sepse filmi nuk është vetëm realizimi i filmit. Realisht puna e madhe një shtëpis filmike ose një producentit fillon pasi që të përfundon filmit, dhe më thonë distribuimi filmit në për festivale, shitja filmit në tregun ndërkombëtar, plasimi filmit për publikun, është një punë shumë e madhe, por kur nuk ki kanalet komunikimit, realisht fatkeqësisht në Kosovë nuk ka një kompani e cila mirët me distribuimin e filmit Shqip në Kosovë. Ka qenë përpara një kompani Genci, po nuk e di sa është funksionale, po qaq sa e mora veshën është na vetë si producent, po do të mi kontaktu kinemat edhe me krye edhe punën në një distributorit i cili realisht nuk është profesion joni, po na e bojna me qef. Projektit tona i kena shumë për zamërt edhe mundohem sa ma shumë i shty përpara edhe mi jep mundësim publikut me shfaq. Është e vërtet që kinemat, derisa nuk ka shikus mjaftueshëm, janë detyruar sepse janë biznes privat me ndërprej, për me pru dikon tjetër me shfrytzuar hapësirë, një film ndërkombëtar. Kështu që ju kisha lutur shikuesve, hajtni shikoni filmin, se sa më shumë shikues do ketë në kinema, aq më shumë filmi do rrinë në repertuar edhe për gjithë tjerë. Patjetër. Ndërkohë, juve shpesh si Ikon Studio keni marrë pjesë edhe në për këto festivalet më të mëdha prestigjioze ku është edhe shtandi i Kosovës dhe përfaqësohet QKK-ja. Po besoj që edhe kjo gjë ka ndihmuar në krijimin e kontakteve me kompani distribuese të ndryshme të botës. Absolut, po mendoj përfaqësimi i Kosovës në festivalet ndërkombëtare, sidomos festivalet të cilat e kanë një market quhet, Berlini, Kani, Rotterdami, është shumë e domosdoshme edhe neve si producentëve na kanë jap mundësi se ndryshe ku shkosh individualisht, edhe ndryshe ku shkosh edhe ftosh për në takim në shtandin e qendrës kinematografike, ku në stand informohen edhe lidhje me projekte të cilët janë në proces, projekte të cilët janë financu, ose në fazën e prodhimit, ose në fazën e distribuimit. Është shumë ma lehtë edhe mendoj që është një mbështetje shumë e madhe, edhe është një për arsye pse producentat, unë personalisht edhe shtëpia filmike që kemi na Ikon Studio, ka arrit me bë kontakte, është fal ftesës, fal mbështetjet të qendrës kinematografike që e kemi pas, në për festivalin, në tani isha në festival shumë në rëndësi për rajonin, quhet Sofia Cine Days, ku aty shfaqet gjithë prodhimi i rajonit realisht, ose që është në fazën e pregaditjes, prodhimit ose distribuimit, e kemi pas kontakte shumë të mira bashkë me drejtoreshën e qendrës kinematografike, edhe një farë është shumë mirë kur e keni mbështetje, kur shkoj takim edhe e ki dikon cilë të përfatëson ty, shumë një sen i mirë. Edhe mendoj që kjo, shpresoj që do vazhdoj, tani jemi pranë festivalit të Kanës, atje kemi një stand, na gjithmonë standet e kemi bashkë me Shqipnin, po mendoj që filmat kosovar po distribuohen shumë më shumë. Mirë për këtë gjë. Ndërkohë, me nënshkrimin e rregullores për rabatin, tashmë ju si producent, ta mund na tregoni një opinion tuaj si po e. Është një mundësi shumë e madhe, domethënë, është një mundësi shumë e madhe për shtëpitë filmike të Kosovës. Kosova është si treg shumë i vogël, edhe ka shumë pak për mundësi për ti ftu ose për ti shfaq kurreshtjen produksioneve të mëdha për me ardhë me xhiru në Kosovë.
kemi një cast fenomenale, për mëne jemi shumë e fatë që kemi aktorë shumë talentum, jo veç në Kosovë, po edhe në arenën ndërkombëtare. Kemi ekipe cilët janë shumë talentume dhe shumë punëtor. Unë e kam një rast momentalisht jemi duke bërë një koproduksion, pëse thash mos me folë, po folëm, me Zvicrën, një serial filmik për tregun zvicran që është Uniforms, ku na jemi koproduksion edhe ku një pjesë e serialit dëgjërohet në Kosovë, ku një pjesë roleve kryesore është edhe aktoria jonë, Luana Bajrami, cila e ka rolin vetëm në frangjesht, po për mua është një super krenari për me pas ato mrena casting edhe ta shohim si bë funksionon. Është një mundësi shumë e madhe me pas rabatin këto, mi ftu kompani tjera me ardhë me gjiru këto, edhe me qenë koproduksion ose koproducent përmes rabatit. Është një mënyrë ose një kanal tjetër i funksionalizimit të filmave, sepse qendrat kinematografike seriale nuk përkrajnë. Rabati është i hapur edhe për reklama, është për çfarë do lloj, vetëm hajdni dhe xhironi. Edhe mendoj që është një mundësi shumë e madhe për mu zhvillu industria, mu zhvillu profesionet të reja, po edhe një mundësi shumë e madhe për talentat që kemi në Kosovë për mu plasu edhe në arenën ndërkombëtare. Patjetër, dhe një prej talentove është edhe Gaz Betnela, regjisori i filmit, për cilin sot do të thotë fokusin kryesor ja kemi dhënë këtij filmi, Heshtja e Sirenave, me Gazin, këta që ke punuar edhe në të kaluarën, po Gazi duket kështu si te fjalë pak, por që e ka një botë, një imagjinat të jashtëzakonshme kur vjen te filmi, po dhe seriozitetin që e ka në punë është shumë profesional. Mendoni të vazhdoni bashkëpunime në të ardhmen në projektet e Gazi çdo 2 javë çon ideja për filma të re. Me vë me një Gazin është për me fjalë pak, po shkruan shumë, edhe ka ideja shumë të mëdha. Po absolut mendojna me vazhdu bashkë. Është në proces të shkrimit të 3 skenareve realisht, 3 idejave. Një i cili është pak ma në fazën e avancume. Jemi duke shqyrtu mundësin për me apliku në fazën e zhvillimit, sepse përdojna me mu fut në fazën e prodhimit, kur projekti është i zhvillu mirë fillt, dhe nuk prezentu edhe në për markete dhe është u ditë që një projekt ose një film i tillë është u ardhë dhe aty e sheh sa filmi ka potencial. Kështu që me Gazin absolut është një super talent, është shumë serios. Pili ka njerë ma serios që dohet, po unë e që maj shumë. Gazin njëfmi shumë atë bashkja kemi fillu punës shumë herët, edhe e kam një mik shumë të mirë, është një pi talentve shumë të çmuar që kemi këtu në Kosovë dhe do kemi punë shumë tina edhe në të ardhmen, po juftoj njerë të vini të shohni filmin e tina Heshtja e Sirenave, cila ka pas një super sukses. Tjetër. Mirë, për fund, unë e di që Ikon Studio ka shumë projekte, nuk do të flasim, nuk do të zbulojmë shumë detaje, po më intereson ta di si po ecën puna, ekipi më duket po zgjerohet dita ditës, puna po vazhdon. Kemi projekte të ndryshme të cilët do vinë viteve të ardhshme në fazën e prodhimit. Janë projekte të cilët kemi bashkëpunuar në kalumen me ata regjisor, ka regjisor të ri të cilët jemi duke bashkëpunu. Ka projekte të cilët jemi duke i sjell duke fal rabatit, që thamë, janë projekte që janë të ardhur komplet mu realizu në Kosovë, vetëm për mundësinë që ju japet përmes rabatit. Do të thonë, jemi në fazën e parapregaditjes për 2 projekte, një film gjatë dhe serialin Cilën e Ceka, kështu që do kemi lajme nga kinematografia e Kosovës përmes kompanisë Ikon Studio. Tjetër, ne sigurisht do t'i mirë presim gjithmonë këtu në studio për të zbuluar detaje kur do që t'jeni të gatshëm. Mirë, po ja afrohemi deri fundit. Unë po ju uroj shumë suksese si Ikon Studio, po suksesin më të madh ja urojmë filmet Heshtja e Sirenave, pra nga 8 maje në Cineplex Kosova, në Prishtinë, Prizren, por edhe në Gjakov, do të thaj. Faleminderit shumë, Valon, për kohën, është gjithmonë kënaqësi me të pas në emision, edhe sigurisht si stash ju mirë presim. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë.